financiar të një bote në ndryshim. Dhe kam kënaqësinë që këtë bisedë ta zhvilloj me mikun e Syrit të Botës, zotin Emanuel Barja, ekspert i tregjeve financiare. Përshëndetje Dori. Gjithashtu kënaqësi që u kam në Syrin e Botës. Ju sapo ktheheni nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, keni pasur bashkëpunim me disa institucione financiare, banka. Tokfjalëshi i ditës besoj se është vendosja e tarifave. Bëhet fjalë për tarifat e reja që do të vendosen nga presidenti Trump në 2 prill. Sigurisht që do të ketë edhe reagime nga Kanadaja, nga Bashkimi Evropian, nga Britania e Madhe e kështu me radhë. Në fakt, ajo që dua të di nga ju, si profesionalisht, ashtu edhe nga ana njerëzore, sepse keni pasur edhe përjetimet tuaja personale dhe sociale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të na sjellë ndoshta edhe një impresion personal. Çfarë po ndodh në këtë vend, me pasoja edhe në botë, që pas ardhjes së Trumpit në pushtet? Ka disa analistë financiarë që thonë që globalizmi si model financiar ka marrë fund dhe jemi futur në një tjetër model. Po Dori, faleminderit shumë për mundësinë edhe gjithsesi pyetjen me shumë me vend. Dhe me të vërtetë këtë herë mua më vjen 2 herë ose 3 herë në vit të iki në Amerikë, kryesisht për çështje profesionale, por edhe për çështje personale. Por sa herë që shkoj, ka qenë një konsistent për gati 15 vite, gati 20 vite në fakt që shkoj në SBA. Aspekti emocional, personal ka qenë më i reduktuar, më i vogël, përderisa këtë herë e fundit, pra pas ardhjes së presidentit Trump për herë të dytë në pushtet, ndjehet një çik, si themi, njerëzit janë të ndarë në 2 kategori. Jo vetëm ata që janë pro ose kundër Trump, por janë ata që janë pro presidentit Trump, por janë gjithnjë me një mendje jashtë se çka po ndodhi jashtë SBA-ve e që janë të shqetësuar. Edhe është një klik tjetër e njerëzve që janë kundër presidentit Trump, edhe ata janë, si themi, në një situatë edhe psikologjike, por edhe në një situatë ekonomike të dilemave, me plot dilema. Dilema, më thonë, nga, si themi, nga çështjet më personale, si themi, ta zojmë ku ose sa do vazhdojnë ta gjoj fëmijën tim në këtë shkollë, këtu në SBA, apo të rialokohem në Londër, apo të ikim në Paris. E deri te ajo çështje se çka do bëj unë me aksionet e mia në kompaninë që unë jam investuar, ose në kompaninë e biznesin që e kam krijuar para 18 muajsh, që nuk e kam pritur që zoti Trump do fitoj zgjedhjet, edhe tashmë dua një zgjidhje të dalë jashtë nga ky vend. Tashmë një kategori tjetër e entiteteve më të, si themi, më të etabluar ose entitete më të mëdha të fuqishme amerikane, njerëz që merren me investimet përditshme, lëvizje të fraksioneve të vogla deri të fraksione të mëdha të valutave, ekziston një sens tjetër, është sensi i mos shqetësimit të asnjë gjëje jashtë korporatës. Për shembull, ishte një i një kompanie farmaceutike që ka turnover, domethënë përfitim vjetor me miliarda. Ata po mendojnë që edhe ka ndërtuar, si themi, një farë politik komunikimi për së brendshmi që asgjë të mos postohet, askush që është i punësuar në këtë korporat të mos thot diçka ose kundër ose pro administratës Trump për shkak se revanshi do të jetë tepër i madh. Janë në një situatë neutrale, besoj, në pritje, në një farë mënyre, janë duke pritur edhe ndërkohë janë të mbyllur? Absolutisht, është situatë neutrale e imponuar, por është më tepër, si themi, një vet imponim. Jo që administrata e presidentit Trump do marrë masa, për shembull, por ata janë duke, si themi, duke u hamendsuar edhe duke u friksuar se mos ndoshta nëse kompania jonë personifikohet me një person që punon për kompaninë, i përfaqëson interesat e kompanisë, atëherë gjasat janë që revanshi do të jetë tepër i madh nga administrata për shkak se mos harrojmë, Dori, çka është duke ndodhur atje për pos fushatës së ICE, kësaj entiteti që po i mbledh emigrantët ilegal në përgjithë territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe po i kthen në vendet e origjinës, ekziston edhe një farë entitet tjetër i cili është duke, si themi, duke i observuar sjelljet e investitorëve, sjelljet e operatorëve më të mëdhenj ekonomik, edhe për shembull kompanitë sikur General Motors, kompanitë sikur se Fordi ose kompani banka të ndryshme,
janë në një prag të asaj situate ku nëse ndodh diçka më e keqe, ta zëm një krizë madhe financiare, një shlyrje madhe e përfitimeve dhe fitimeve që është bërë në 10 vitet e fundit në indeksin e bursave, atëherë ne duhet shkojmë tek Kongresi edhe presidenti Trump t'i kërkojmë ndihmesën siç i kërkuam në vitin 2007-2008. Por nëse ne e mërzisim edhe shqetësojmë administratën Trump sot, atëherë gjasat janë që ne nuk kemi potencial, nuk kemi gjasa që t'i afrohemi administratës sepse do na lojnë ata të shkojmë falimentojnë për shembull. Domethënë ka shkuar në aq nivel ajo far paranoja diku sa që për mua me të drejtën unë e sfidova, se thash mos është kjo një farloj paranoje e panevojshme. Në fundit presidenti Trump është njëri i komercializmit, është njëri i biznesit, për sa do ju vazhdoni, përderisa ju vazhdoni punën tuaj, duke fituar para, duke operacionalizuar bizneset tuaj, duke u shpërndar, duke u rritur, nuk ka ndonjë problem. Pikërisht nga vjen kjo drojtje apo le të themi vetë censurim i këtyre bizneseve të mëdha? Se nuk besoj se ka ndonjë ushtrim, le të themi, censure nga ana e qeverisë federale, apo ndonjë lloj dhune apo frike. Është interesante Dori, për shkak se është më tepër kulturore, që është një observim shumë interesant, sepse e pata vret edhe në Britani të Madhe, edhe në Londër. Është ai far wokeism ose wokeria, do të thonë, ai far ndjenjë korrektësisë politike që ka mbretëruar në këto 10 vitet e fundit në gjithë korporatën anglo-amerikane. Për shembull, nëse ke qenë zyrtar i lartë i korporatës, ti nuk është dash shprehesh me një gjuhë, si themi, shumë shoqëruese me një kolege të gjinisë tjetër ose një koleg tjetër të gjinisë seksuale tjetër. Ka qenë shumë, është dash të jesh shumë i kujdesshëm ose e kujdesshme. Tani ju po thoni që edhe komunikimi brenda korporatave apo